Shtoni 3 lugë sheqer në lavatriçe dhe rezultati do ju lër pa fjalë. Sheqeri mundet të shërbejë si një freskues natyral i ngjyrave për rroba. Për të ruajtur ngjyrat e rrobave, thjesht njomni veshjen në një tretëstir ujë me sheqer dhe lëreni për disa orë. Më pas lajini si zakonisht. Kjo metodë ndihmon në parandalimin e zbehjes dhe gjithashtu rrit ngjyrën natyrale të pëlhurave, e cila është e dobishme për veshjet e bardha, të zeza ose me ngjyrë. Avantazhi i kësaj metode është universaliteti i saj. Nëse nuk keni kohë për një larje më të gjatë, mund të shtoni shpejt sheqer në lavatriçe. Vendoseni atë në ndarjen e detergjentit ose direkt në kazan dhe kjo gjë do të ndihmojë që rrobat tuaja do të duken më të mirë. Nuk keni asgjë për të humbur nëse e provoni këtë truk. Përkundrazi, ju mundet të përfitoni sa më shumë prej tij duke ruajtur rrobat tuaja.